Vlora prej 3 ditësh pa ujë, drejtori i ujësjellësit po punojnë për zgjedhje në një rrugë alternative furnizimi. Pas denoncimit në media se qyteti i Vlorës prej 3 ditësh kishte mungesë të furnizimit me ujë të pishëm, ka reaguar drejtori i ujësjellësit të Vlorës, Ermal Murati. Ai ka bërë me dije se ende nuk është arritur të rregullohet defekti, ndërsa ka shtuar se po punohet për gjetjen e një rruge alternative për furnizimin e qytetarëve me ujë gjatë pasdites. Kreu i ujësjellësit Vlorë Ermal Murati thekson se për institucionet e rëndësisë së veçantë kanë siguruar zgjidhje alternative, ndërsa ndërhyrja për riparimin përfundimtar vijon. Linja e transmetimit ka pësuar një çarje të rënd, tubi është specifik dhe ky tub përdoret specifikisht vetëm në Vlorë. Më datë 26 është realizuar një furnizim i shkurtër 1 orë e 30 minuta, po punojmë ende që të realizojmë furnizimin, tha mes të tjerash ai. Dëmtimi i rënd i tubacionit kryesor ka lënë Vlorën pa furnizim me ujë prej 3 ditësh, duke bërë situatën tepër të vështirë për qytetarët.